Dita ndërkombëtare e paqes, e cila shënohet më 21 shtator të çdo viti, mëton të realizojë siguri dhe paqen ndërkombëtare për të gjithë globin. Kjo ditë po ashtu synon të rënojë dhunën, t'i largojë armët bërthamore dhe të pengojë shtrirjen e tyre ndër njerëz. Synon të jetë pengesë nga rendje të shteteve për t'u armëtosur, gjë që po e pengon zhvillimin e drejtë njerëzor në botë. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara që nga viti 1981 shënon ditën ndërkombëtare për paqe, por 20 vite më vonë cakton pikërisht 21 shtatorin si ditë botërore të paqes, ku u bën thirrje të gjithë shteteve anëtare që ta shënojnë këtë ditë me mënyra të ndryshme që të përhapin paqen në botë dhe të heqin dorë nga urrejtja, duke respektuar të drejtat e njeriut dhe të drejtën ndërkombëtare humanitare në perceptimin e nocionit të paqes. Këtë vit, pra dje më 21 shtator 2013, Organizata e Kombeve të Bashkuara e shënoi ditën botërore të paqes në moton arsimim për arritje të paqes, për ta përtrirë kështu angazhimin politik për paqe të qëndrueshme afatgjate, sepse pa paqe të qëndrueshme nuk ka të ardhme të sigurt dhe të qëndrueshme. Arsimimi pa edukim nuk ka kuptim. Këtë e kanë thënë të qartë të gjithë mendjemprehtit. 100 ditë para 21 shtatorit ishin shpallur si ditë kontribuese për arsimimin dhe edukimin e mirëfillt nga OKB, respektivisht nga sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate, Ban Ki-moon. Ai kishte thënë: "Nuk është e mjaftueshme t'ia mësojmë fëmijëve shkrimin, leximin e llogaritjen, por arsimimi i tyre duhet të përhapë respektin e ndërsjellë me të tjerët dhe respektin ndaj botës në të cilën jetojmë. Arsimimi, shton ai, duhet t'ju shërbejë njerëzve për ndërtimin e shoqërive me të drejta, që për karakteristikë e kanë përfshirjen dhe paqen sa më të gjerë." Njerëzit në këto kohë kanë konflikte të shumta që dalin si rezultat i diversitetit kulturor, por më së shumti si rezultat i shfrytëzimit dhe keqpërdorimit të resurseve natyrore që janë në disa vende më të dobëta dhe më pak të zhvilluara, por që nuk arrin t'i përpunojnë vetë si që janë diamantet, ari, petroli, druri, uji e të tjerët. Kultura paqësore lejon për të gjithë hapësirën e duhur për të jetuar dhe për të zhvilluar, por ja që njerëzit dinë ta shohin llojin e vet si të rrezikshëm dhe angazhohen më shumë në mënyra të shkatrimit sesa në mënyra të ndërtimit dhe zhvillimit. Mirë po, kush është më meritori që të trumbetojë për paqen se Islami? Islami është një shembull praktik se si prodhohet, ruhet dhe kultivohet paqja. Shembëltyra e njerëzimit, Muhamedi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ishte dërguar mëshirë për mbar botët. Ai njerëzimit i dha modelin e një lidershipi me virtyte të larta, të formimit të njeriut, të bashkëjetesës në paqe me të tjerët, të udhëheqjes së drejtë, të barazisë, tolerancës e të tjera. Ai ishte porositur nga Allahu kësaj: "Nuk barazohet e mira me të keqen ktheje me të mirë, e atëherë armiku yt do të bëhet me njëherë mik i ngushtë. Ky virtyt udhërohet vetëm atyre që durojnë dhe vetëm atyre që kanë një fat të madh." Fusilet 34 dhe 35. Pastaj, nëse ata shfaqin prirje për paqe, atëherë edhe ti anon nga ajo dhe mbështetu tek Allahu, sepse vërtet ai dëgjon dhe di gjithçka. Por, nëse ata synojnë të mashtrojnë, të mjafton Allahu si mbrojtës. Ai të ka forcuar me ndihmën e tij dhe me besimtarët, duke i bashkuar zemrat e tyre si një zemër të vetme. Sikur të shpenzoje tërë pasurinë që gjendet në tokë, nuk do të mund t'i bashkoje zemrat e tyre, por Allahu i bashkoi ato. Ai është vërtet i plot fuqishëm dhe i urtë. O profet, Allahu të mjafton ty dhe besimtarëve që të pasojnë. Al-Anfal 61-64. Përshëndetja e besimtarëve është selami, paqja. Feja islame është prej selamit. Botën tjetër Allahu e ka quajtur botën e paqes. Allahu i thret njerëzit për në shtëpinë e shpëtimit, paqes, dhe udhëzon këtë doj në rrugën e drejtë. Yunus 25. Dita ndërkombëtare e paqes për njerëzit globalisht është një ditë e posaçme të mendojnë për mënyrën se si ata mund të kontribuojnë në sigurimin dhe menaxhimin e burimeve natyrore të menaxhimit të qëndrueshëm, i cili çon në reduktimin e konflikteve
dhe të hapë rrugën për një të ardhme të qëndrueshme, e ardhmja që ne duam. Komunikimi dhe bashkëjetesa me të tjerët në mënyrë paqësore, si dhe ndërtimi i urave me shoqëritë njerëzore, është gjë shumë e rëndësishme dhe jetike, në mënyrë që të jemi pionerët e paqes në jetën tonë. Të respektuar shikues me fenë e paqes, me përshëndetjen e paqes, në televizionin e paqes, do të bisedojmë për paqen, jo vetëm si shënim të një dite botërore për paqen, por si një detyrë hynore për njerëzit e vullnetit të mirë. Shikues të nderuar, Esselamu Aleikum dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin e sotëm Zëri i Arsyes. Sonte do të flasim për paqen, kuptimin e saj dhe kultivimin e saj me mysafirin tonë në studio, profesorin e Fakultetit të Studimeve Islame, zotri Sulejman Osmani, të cilit ne i dëshirojmë mirëseardhje. Hoxh, Esselamu Aleikum, mirë se erdhët. Aleikum selam dhe mirë se u gjeta. Na thoni fillimisht çka është paqja, si definohet ajo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E nismi këtë bashkëbisedim me emrin e Zotit xhalla shanuhu, duke falendëruar atë. Ashtu që e kemi obligim që gjitha punët e hajrit, gjitha punët e mira, të nismi me emrin e Zotit xhalla shanuhu, të kërkojmë bereqetin e tina, të kërkojmë miratimin e tij në çdo vepër, fjalë edhe sjellje që neve e bëjmë. Nga se kështu në mësën kultura islame, kështu në mësën neve morali i islamit, që neve kreta mirësit t'ja referojmë Zotit xhalla shanuhu, për i ti të kërkojmë për krahje, mbrojtje edhe energji për punë të mira që neve t'i bëjmë në vazhdimsi. Është një kënaqësi, ashtu që shtojmë në shumë raste, por po e them edhe tasht me plot sinqeritet, që neve të bisedojmë rreth një teme që mendoj se është shumë e rëndësishme, edhe e zgjeron kuptimin e islamit, e bën më të frytshëm edhe më të dobishëm, nga se shpesh herë kur bisedojmë për çështjet e islamit, sidomos në mediumet publike, të cilat her pas here jemi mësuar të dëgjojmë, ose janë tema që ngjallin pak, po them, një debat, edhe ngjallin pak një nxemje të klimës të përgjithshme, edhe sikur vazhdimisht po ju referohen temave të cilat janë problematike, dhe nuk po kemi mundësi asnjëherë që neve të bisedojmë për tema të cilat e pasurojnë njohjen mbi islamin, ose vazhdimisht përshtrohen tema që janë pak provokative, nga se bëhen me tendencë, është e mundën i shërben një qëllimi të caktuar ose një promovojnë ide të ndryshme, të cilat i hinë në hak njohjes reale të islamit. Andaj, vjen mirë që kemi mundësinë tani ta bisedojmë një element shumë të rëndësishëm për jetën e njeriut, nga se pa selamin, pa paqen, mos ta kuptojmë vetëm atë definimin e ngushtë të tij si selam kur i jepmi selam njëri tjetrit, po ta kuptojmë në thellësi, në ndërcinë e tina, çka neve nënkuptojmë me selamin, me paqen në kuptimin e islamit. Paqen kuptimin e islamit ka një domethënie shumë fundamentale, nga se i tërë islami është paq edhe është i ndërtuar mbi parimet e paqes. Principet e përgjithshme të tij, që kanë të bëjnë me drejtësinë, me sinqeritetin, me barazinë mes njerëzve, pastaj me mosdallimet mes racave të ndryshme dhe lirinë e njeriut, të gjitha synojnë që njerit t'i ofrojnë një paqe edhe ai të jetojë në paqe. Do thotë të jetojnë në paqe me vetveten, të jetojnë në paqe me të tjerët, edhe të jetojnë në plan të parë, të jetojnë në paqe me Zotin xhalla shanuhu. Edhe gjatë lutjeve të ndryshme,
neve e përmenmi nocionin e paqes shumë shpesh. E përmenmi shumë shpesh nga se shumë rrugë të njohjes së Islamit në çojnë drejt një përfundimi se Islami është paq në shpirtin e vet, edhe paq në gjitha principet e tij që ne synojmë të promovojmë nga mirësitë e ndryshme të Islamit. Andaj paqja në Islam ka një temel mbi të cilin e ndërton shoqërinë. Kur e falmi namazin, neve thojmë Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Po i referohem kësaj nga se xhamati jon i mësua ta njoft, ta dëgjojnë vazhdimisht disa herë brenda ditës, edhe sa herë që imami jep selam ose edhe vetë japni selam, e thojmë o Zot, ti je paqja, domethënë ti je vetë paqja. Themi o Zot, ti je vetë paqja, nga se kemi për qëllim që ti je ai që jep paqen. Ti je ai burimi i paqes, burimi i principeve të paqes me të cilën njerëzit e ndërtojnë jetën e vet edhe ecin drejt shtigjeve të paqes. Pra në përgjithësi kemi të bëjmë me norma të Islamit që i referohen paqes edhe principeve të paqes. Kur njeriu jeton thash në paqe me veten e vet. Pse? Ka nevojë ta frenoj veten, ta ndalon nga e keqja, të sillet mirë me të tjerët, të sillet mirë edhe me ata që nuk sillen mirë me te, dhe ata që ka një cytje të vazhdueshme me shejtanin, ose nëse shpirti i vet i flet për diçka të keqe, për diçka që është negative, për diçka që ndoshta njeriu do ta devijante nga misioni i tij si krijesë e Zotit xhallashanuhu, ky tani e frenon veten e tij, nga se synon që parimet e paqes mas pari ti implementoj në veten e tij. Pastaj kur e edukon veten, e mëson, e ngrit në nivelin e duhur të edukatës, në raport të mirë me Islamin, në raport paqësor me mësimet e Islamit, këtë paqë ky e promovon edhe të tjerët. Po, profesor, zanafilla e paqes sipas Islamit ku shënohet? Zanafilla e Islamit, nëse e marrmi Islamin si një shoqëri e re, zanafilla e Islamit ka nisë me vetë ardhjen e Islamit. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shoqërinë e parë ka ndërmarr masa të ndryshme edhe të shumta me të cilat ka synuar që të ndërtoj paqen. Edhe pa marrë parasysh urrëties ose propagandës ndryshme që bëhet sot, për të qenë besoj se ndoshta do të kemi rast tash ose në herë tjetër të bisedojmë, Islami është ndërtuar mbi parimet e paqes. Për shembull, vetë përshëndetja e Islamit, Assalamu alaikum wa rahmatullah, që neve i themi njëri tjetrit edhe e përshëndetmi, kjo nuk ka qenë e njohur në periudhën përpara Islamit. Njerëzit ka përshëndet me shprehje të ndryshme që kanë qenë ndoshta popullore ose që kanë pas ndaj domethënie tjetër që kanë përshëndet sikur neve që thojmë sot Zoti ta zgjat jetën ose mirë mëngjesi dhe mirë mbrëma ose shprehje të tjera, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndruar një kulturë tjetër të komunikimit. Do thotë nuk ka pas të bëj me injorimin e asaj që është më herët, që ka ekzistuar më herët, që njerëzit janë përshëndet në ato kohë, por ka deshë të sjell diçka të re. Ka deshë të sjell diçka që ka kuptim në jetë. Edhe i ka mësuar që të përshëndeten me Assalamu alaikum wa rahmatullah. Do të përshëndet. Dhe kjo do të mbetet pastaj si përshëndetje për muslimanët. Kjo do të mbetet ashtu siç janë parimet e Islamit, të përgjithshme dhe universale për mbar besimtarët kudo që ata jetojnë, kështu ka ndodhur edhe me selamin. Do thotë është bë e lehtëshme për shoqërinë e atëhershme, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij,
për rrethin dhe Islami do thotë si një paket i Islamit në tënësi, është edhe shprehja e selamit, ku musliman mbar botën përshëndeten me selamu alaikum wa rahmatullah. Madje mësuar shpesh t'ju dëgjojmë juve hoxhallarët kur thoni se përshëndetja e muslimanëve është selami apo paqja. Po kjo është normale, do të thonë përshëndetja e besimtarëve është selami. Për këtë arsye, është e domosdoshme që neve kuptimet e Islamit edhe atë mesazhin e Islamit ta interpretojmë të besimtarët. Mos metet selami vetëm një përshëndetje e thjesht, nga se qëllimi i Islamit ka qenë të sjell diçka të mirë, të sjell të mira në shoqëri. Me pranua ato që ka qenë e mirë në shoqëritë e mëhershme. Do të thotë që ka qenë bujaria, mirësjellja, edukata e veprimet tjera që promovojnë vlera njerëzore. Por edhe më sjell të re me plotësue atë shoqëri, edhe me plotësue musliman kudo që janë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allahu xhalla shanuhu ka dërguar mua që të plotësoj moralet e bukura, do të thotë sjelljen e mirë, fjalën e mirë, edukatën e mirë, qëndrimin e mirë, me plotësue shoqëritë me të. Dhe zënafilla e paqes në Islam është me vetë Islamin, me parimet e tij. Për këtë arsye neve nuk mund gjejmë në Islam një veprim të caktuar ose një sjellje e cila vjen në kundërshtim me parimet e paqes. Profesor, kur flasim për kohën e pejgamberit Muhammed alayhis salam, kufizoni këtu vetëm si shembull për të marrë apo edhe tek profetët e tjerë ka qenë nëpërhapur paqja, selami? Më herët. Paqja, gjithë pejgamberët e Zotit xhalla shanuhu kanë ardhur mbi parimin e paqes. Kanë përmirësuar raportet mes njerëzve. Islami nuk ndërtohet vetëm me urdhrin për faljen e namazit edhe xhirimin e Ramazanit, ose ndalimin e atyre që njihen si harame botërisht. Por Islami ka principe edhe tjera, me të cilat synon që jetës të jep kuptim. Pejgamberët e Zotit xhalla shanuhu, prej Ademit alayhis salam dhe pejgamberët e mëvonshëm Nuhi, Hudi, Salihi, pejgamber tjerë sipas radhës edhe gjeneratave për cilat kanë jetuar, gjithë pa përjashtim kanë pas për qëllim që paqja të mbretëron në mesin e njerëzve. I gjejmë që kanë përmirësuar raportet në mes tyne, kanë afruar mes njerëzve, kanë pajtuar mes ngatresave të ndryshme me të cilat ata janë ballafaquar. Tuart e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kemi shembujt e tij që në gjitha veprimet e tij, në misionin e tij si pejgamber, ka pas për qëllim afrimin mes njerëzve edhe jetën në paqe. Do thotë ato që është objektiv e paqes në Islam ose synimit të realizimit të obligimeve të ndryshme që ka i besimtari, burojnë edhe si nevojë e realizimit të paqes. Nga se pa paqen mes njerëzve nuk ka edhe një ibadet të efektshëm që njeriu e adhuron Zotin xhalla shanuhu pa e munduar ndërgjegja e vet. Për këtë arsye neve thrasmi në paqe, ato që e tham më herët, në paqe me vetveten, në paqe me tjerët, edhe në paqe me gjithë shoqërinë. Allahu xhalla shanuhu i ka rregulluar nëpërmes Kur'anit këto raporte, të cilat varësisht prej shoqënive kanë qenë stabile gjithmonë. Domethënë Islami asnjëherë nuk ka pas në periudhë kohore kur ka lejuar dhunën ose mjetet e paligjshme për të arritur qëllimin. Këtë stabilitet të Islamit mund me vërejt edhe sot. A është e mundur ndonjëherë që për shembull në xhami të lejohet ndonjë dukuri negative me qëllim që ne të përfitojmë në numër? Jo, kjo nuk ka ndodhur asnjëherë, nuk ndodh edhe sot. Do thotë nuk ka veprime të pamatëra, nga se parimet e Islamit janë stabile, ka
butësi, ka afri, ka sinqeritet, edhe ka diçka që e mbjell dashurinë edhe respektin mes njerëzve në mënyrë që ata të jetojnë në paqe të vazhdueshme. Kështu ka qenë me gjithë pejgambert e Zotit xhallashanuhu. Neve e gjejmë te populli i Lutit alayhis salam, që ka pas të bëjë me një devijim, domethënë me një devijim substancial shoqërisë tij. Megjithatë, ai i ka këshilluar në mënyrë të vazhdueshme, është sjell mirë me ta, i ka edukuar, gjersa ka menduar se e ka krye misionin e tij. Kështu e gjejmë edhe te Nuhi alayhis salam, i cili përkundër devijimeve, përqeshjeve të ndryshme, sjelljeve të papërgjegjshme që kanë bërë ndaj tina, ai është sjell në paqe me ta. Neve sot ndikohemi nga sjelljet e njerëzve. Jemi njerëz thjesht sikur të tjerët, por ndikohemi nga sjelljet e tyre. Ndoshta ndonjëherë mund të bëjmë ndonjë reagim që nuk është i përgjegjshëm, nuk shkon me natyrën tonë. Pse? Ndikohemi nga sjelljet e tjerëve. Por pejgambert e Zotit çka kanë bë? Jo, përkundrazi janë treguar më të butë, janë treguar më të qëndrueshëm, janë treguar më të devotshëm, tu ditë se misioni i tyre është paqja mes njerëzve, edhe ndërtimi i raporteve të shëndosha në mes tyre, mbi bazën e besimit në Zotin xhallashanuhu. Po, profesor, se paqja do të jetë përshëndetje banorëve të xhenetit, është shumë lehtë e pranueshme kjo, pasi që atje njerëzit nuk do të kenë probleme, nuk do të kenë ngacmime, ngatresa e kështu me radhë. Por si mund të jetë përshëndetje në këtë botë kaq konfliktuoze? Po pikërisht gjithmonë barnat janë të nevojshme për të smutë. Për ata që kanë probleme shëndetësore, janë të nevojshme barnat e ndryshme që të ndikojnë edhe ta përmirësojnë gjendjen atyne që kanë nevojë. Edhe parimet e Islamit tu fillua prej sjelljes mes njerëzve dhe komunikimit që është diçka përpara sjelljes. Nga se njeriu para se të arrijë ta prek dikan me dorë ose me këmbë ose me ndonjë gjymtyr tjetër, para se të arrin ta prek, arrin fjala deri te ai. Do të thotë, para se dikujt t'ia japmi dorën, neve e përshëndetmi ata. Para se të kemi mundësi me prek, i flasmi. Dhe është shumë me rëndësi si e fillojmë përshëndetjen me te. E fillojmë me përshëndetje e cila e hap zemrën edhe lutmi për te, apo e fillojmë me një përshëndetje e cila ndoshta nuk ka ndonjë farqëllimi, diçka nuk ndikon në shpirtin e njeriut, përveç një përshëndetje ashtu siç po thoni formale. Jo, Islami ka për qëllim që njeriu para se të afrohesh edhe t'ia shtrish dorën edhe përshëndetesh me ta, i thua Assalamu alejke. Assalamu alejke, assalamu alejkum, që ka për qëllim që unë dëshiroj paqe për ty, dëshiroj shpëtim për ty. Nga se vetë termi, në fillim shumë pa e përmend, nga se vetë termi selam ka disa kuptime. Ka disa kuptime. Që do të thotë paqe, po. Që do të thotë dorëzim, po. Që do të thotë bindje, do të thotë mbështetje. Dhe neve kur i thojmë dikun Assalamu alejkum, kemi për qëllim t'ja hapmi atij shpirtit ton paqësor, edhe t'i thojmë se unë ty të duhet mirën, unë për ty lutem, ende pa të fol, ende pa hap gojën, thëm dishka, ta bëjnë në një kërkesë, ose të bisedojmë për një çështje të caktuar, unë po du me ty të tregoj se në parim, në princip, unë jam paqësor me ty, edhe mbi këtë edukat të Islamit, mbi këtë hapje të njoftimit ton, unë po duhet të bisedoj. Dhe shprehja Assalamu alejkum, përveç që ka shpërblime nga Zoti xhallashanuhu, kur neve e themi selamin, neve e përmbajmi e bartmi bashkë me selamin edhe mesazhin e paqes, që është shumë me interes sot kur neve komunikojmë me njerëzit. Merrni me men, nëse takohemi me dikën edhe nuk flasim me ta. Po thëmë, në ditët e sot me kur ka shumë njerëz dhe gjithë bëjnë punë të veta,
lëvizin, është diçka tjetër, por nëse jemi me një rrugë ose një vend kalim ku njerëz ka më pak dhe në rastësi të kalojmë dhe të takohemi me dikon që vjen përballë neve. Nëse thojmë asalamu alaykum, do paqja e Allahut qof mbi ty. Do thotë ti e ke hap rrugën e besimit me të. Nga se nuk e njeh, nuk e din kush është ky, por ti e përshëndet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë veprim të besimtarit e shmon shumë. Thot ti jepsh selam atij që e njeh edhe atij që nuk e njeh. Do thot më qenë paqësor me ata që e njeh edhe me ata që nuk e njeh. Për këtë arsye selami është një obligim në mesin njerëzve me porosi nga burimet e vet islamit. Do thot me përshëndet. Kalon dikush për skajte, ti e përshëndet, i jep selam, i jep një mesazh të paqes me të cilin ati i dëshiron që të jetoj në paqe, ja dëshiron të mirën që Allahu xhallashanuhu e ka bërë të lehtëshme. Dhe selami në dunja rregullon raporte në mes njerëzve dhe është tregues se kjo domethënie e selamit bartet edhe në botën tjetër në ahiret. Besimtarët në xhennet do të përshëndeten me selam. Përshëndeten me selam, nga se kjo është selami është përshëndetja e tyre në dunja. Ose besimtarët do të përjetojnë në ahiret ata që e kanë njoftë paraprakisht në dunja. Do thotë prej të mirave të ahiretit, neve në këtë botë i njohmi me emra. Për shembull thojmë moll, ose një emir e xhennetit, të cilën në këtë dunja e identifikojmë vetëm me emër. Domethënë, nuk është ajo e dunjas që ka më qenë e njëjta në ahiret. Po për më shumë me identifikue edhe me njoft, neve në këtë dunja i njohmi me emra. Edhe selami, si një dhunti e Zotit xhallashanuhu, të thotë sikur më kanë diçka, nëse bën më thon diçka materiale. Që Allahu xhallashanuhu na lën në shërbim neve, thotë kënaqu me ta në mënyrë që me atë mirësi të selamit, afrim të selamit, që ju e ushtroni edhe afroheni mes veti, ja hapni zemrën njëri tjetrit. Po ju tregoj se nëse veproni në bazë të këtij parimi në dunja, në ahiret keni me i pa mirësit kur të përshëndetni të Zotit xhallashanuhu në mes veti me assalamu alaikum. Kështu që domethënia e selamit ka një kuptim shumë përbajtësor. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë a doni t'ju tregoj për një gjë të cilën nëse e bëni ju do të duheni në mes veti? Sahabët i kanë thënë po ja Rasulullah, si zakonisht kanë qenë të etun, edhe Allahu xhallashanuhu e ka ngrit gradën e tyne, nga se si shoqni kanë bërë shumë çka që neve të mësojmë prej mirësive të islamit, mësojmë prej dijes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye ne kur flasmi rreth sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të jemi shumë përgjegjshëm në vlerësimin e tyne, nga se deri në maksimum i kanë shërbye islamit. I kanë shërbye islamit në plan të parë me ata që e kanë nxjerr më të mirën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Neve shohim shumë raste kur ata kanë pyet dhe neve na vjen interesant ajo mënyrë e pyetjes dhe atë dije që neve sot e kemi pranë nesh edhe kënaqemi me ta. Kur i kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që urdhno tregon ai dashni i Zotit, çka është ajo gjë që neve nëse e bëjmë do të duhemi në mes veti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ufshu selama bejnekum. Paqen edhe mirëqenjen në mes juve shpërndajeni sa më shumë. Do të jeni paqësor, parimet e paqes, sjelljet, përshëndetesh i në lagje, përshëndetesh me fëqion tanë, assalamu alaikum, e përshëndet dhe thotë i dëshiron mirësi dhe shpëtim nga ana e Zotit xhallashanuhu, një mirëqenje që është shumë e nevojshme. Njerëzve nuk mujmë me ja hiq brengat e jetës,
Nuk mujmë ju dhënë ata që ju mungon, ndoshta dikujt na mjete materiale ose dikush ka dhimbje, ka smuj, ka probleme tjera, kanë vujtje ndryshme dhe shqetësime ndoshta, por neve mund t'ja jepmi ata që ate e bëjmë të ndjehet mirë. I thojmë Assalamu aleikum. Paqja e Allahu xhallashanuhu qoftë mbi ty. Do thotë unë po dua paqe ty. Ti ki probleme, ki derte të ndryshme, ki sfida, je para sprovave. Unë jam ai që ta dëshiroj paqen. Dua paqe me ty. Për këtë arsye, kur neve përshëndetemi me selam, edhe përshëndetemi tjerët me selam, i dëshirojmë mirësinë e Allahut xhallashanuhu çdo njanit prej nesh. Mirë po hoxh, muslimanët jo rallëherë në botë akuzohen si të dhunshëm, pra e kundërta e paqes. Si e komentoni ju këtë? Kjo është një sfidë e kohës me të cilën po ballafaqohet Islami. Do thotë, ndoshta dikush don që Islamin ta paraqes diçka që nuk është produktiv për shoqërinë, diçka që ka nevojë njëri të ruhet për ta, të ndihet me frikë, të mos afrohet me besim të plot. Ata që nuk e njohin të kenë nevojë të kenë rezerva ndaj tina. Kjo ndoshta është një njohje me tendencë, por sidoqoftë neve na intereson ta paraqesim Islamin ashtu çfarë është ai vetë. Në asnjë parim të Islamit nuk mund ta identifikojmë dhunën edhe të keqen, urrëtitjen mes njerëzve, ose diçka që Islami mjell frikë, ose diçka që Islami mund të frigohet. E po mirë, si është e mundur të mendohet se neve duhet të kemi rezervë ndaj dikujt, edhe ta mendojmë si të egër ose si diçka që ti duhet frigohesh për tina, kur feja e tina në princip e urdhëron që ai të përshëndetet me ty me përshëndetje paqësore, thot Assalamu aleikum. Në Islam nuk ka pabesi. Në Islam nuk ka munafiklak, do thot diçka që të lejon ti dikujt të fillosh me Assalamu aleikum, të përshëndetesh me selam, ndërsa në anën tjetër ti t'ja mendosh të keqen, edhe të mendosh se si të sillesh në mënyrë të dhënshme. Unë jam i bindur që në asnjë po them kartë ndërkombëtare ose parime tjera të ndryshme në nivele dhe instanca të ndryshme botnore, të cilat i rregullojnë raportet njerëzore, nuk ka norma të cilat e sigurojnë jetën e njerëzit më shumë se ato që e bën Islami. Sigurisht që nuk ka. Këto po themi me përgjegjësi pasi që veç kemi studiu këtë fushë të Islamit, jemi marrë praktikisht me te edhe në profesion, do të thotë kemi kaluar vite neve duke u marrë me studimin e Islamit. Dhe nuk ka asnjë element që neve na bën të ndjemi veten se parimet e Islamit ka dhunë edhe ka diçka që është frikë në te. Në mënyrë absolute jo. Islami është paqë edhe e promovon paqen. Njëri prej emrave të Zotit është Es-Selam, që do të thotë o Zot, ti je ai që i vendos parimet e paqes. Do të thotë unë jam besimtar dhe o Zot, ti je ai që i ke vendos parimet paqësore të besimit tim. Ky është një prej kuptimeve të Es-Selam, emrave të Zotit xhallashanuhu. Ndërsa el-Islamu fija jon do të thotë dorëzim i njeriut në bazë të parimeve të Zotit xhallashanuhu. Dorëzim do të neve sjelljen tonë, neve ja kemi dorëzuar ose ja dorëzojmë mësimeve të Islamit. Ata që e bëjmë në përgjithësi e bëjmë nga se Zoti don. Nisu prej parimeve thjeshta. Neve namazin e falmi nga se Islami don për neve ta falmi namazin. Principe tjera, detyra tjera që neve i bëjmë, janë detyra që neve i bëjmë për shkak se fija jon don prej neve. Nuk është neve se na u ka tek ose në mënyrë personale dikuna i pëlqen ta bëjë një veprim të tillë, edhe pastaj don ta
shpreh si çështje të fesë. Jo, këto nuk mund ta them në asnjë mënyrë. A mund të themi se ka ndryshime ndërmjet muslimanëve të mëhershëm dhe atyre të sotshëm? Pra, a ka vend këtu të vlerësohet se muslimanët në ditë të sotme janë jo paqësor, duke u bazuar pra në realitetin? Ja, në mënyrë absolute, ja. Neve, nëse themi se jemi pjesëtar të Islamit, e kemi në Kur'an, edhe e kemi në Sunet, këto janë parimet mbi të cilat muslimanët mbështeten gjatë gjithë historisë tyre. Nuk po them se muslimanët e sotshëm janë muslimanë që kanë qenë në kohën e sahabeve, po duhet të them që parimet e Islamit janë ato të njëjtat, ato që kanë qenë në kohën e sahabeve, në kohën e tabiinëve, në kohën e gjeneratave të para të vlefshme që neve ju referohemi vazhdimisht për shkak të afërsisë kohore që kanë pas me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe vlerat e tyre të konfirmume. Përndryshe, muslimanët vazhdojnë të jenë me të njëjtat parime që kanë qenë edhe në gjeneratat e mëhershme. Ajetet e Kur'anit janë po ato ajete që kanë vepruar në muslimanët e mëhershëm dhe muslimanët e mëhershëm kanë vepruar mbi bazën e tyre. Edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë po ato të njëjtat. Në shoqërinë islame ka pas paqë në gjeneratat e mëhershme, ka pas paqë në vazhdimsi, kanë punuar për mirëqenien e individit dhe të shoqërisë. Nëse i marrmi për model gjeneratat e mëhershme, muslimanët në Spanjë, gjithë atë arkitekturë, gjithë ato institucione arsimore që i kanë ngrit, edhe gjithë atë kulturë që e kanë lanë, nuk e kanë bë veç për veti. E kanë bë për njerëzit e aty që jetojnë. Neve sot kur flasmi për Islamin, për mirësitë e Islamit, për sinqeritetin, devotshmërinë, drejtësinë, promovojmë vlerat e Islamit. Neve nuk flasmi vetëm për veti, neve flasmi për shoqëri, do të thotë është një mall i Islamit, është një paqë e Islamit, që neve e afrojmë për mbarë shoqërinë, për gjithë ata që na dëgjojnë. Ju kur punoni këtu, edhe tash kur po flasmi, neve nuk po flasmi vetëm për veten, neve po flasmi për shikues, neve po flasmi për besimtarët, për llojin njerëzor, përgjithësi. Nuk mund ta kufizojmë këtë vetëm në një rast njerëzve. Neve kemi parasysh diverzitetin e shumët dhe të ndryshëm të llojit njerëzor, edhe ata që nuk janë musliman, edhe ata që jetojnë në pole të ndryshme të kësaj shoqënie, neve kemi për qëllim ta pasurojmë shpirtin njerëzor me vlerat e ndryshme edhe të shumta të Islamit, të cilat e konfirmojnë shpirtin e paqes në gjithë besimtarët, po dhe lloj njerëzor në përgjithësi. Mirë, profesor, ju thoni pra që muslimanët, do thotë e mohoni ata që ne tham që mund ka prej muslimanëve që nuk janë paqësor dhe thoni që nuk ka të tillë në bazë të sqarimeve që dhatë. Po sulmet të ndryshme kamikaze, kërcënime për botën perëndimore, si i shpjegoni këto apo i përgënjeshtroni këto? Kjo është një çështje bukur shumë e ndihshme, por edhe nevojshme, çaq sa e ndihshme, aq e nevojshme që neve ta sqarojmë. Po. Aq e nevojshme që ta sqarojmë, nga se Islamit i mvishet shumë shka edhe shpesh herë e pagun faturën e veprimeve të njerëzve të caktuar. Pagun faturën e veprimeve të individëve ose të grupe të caktuar, të cilat ndoshta në shprehje të karakterit të vet personal ose të ndikuar nga rrethana të ndryshme, bëjnë veprime të caktuara, qofshin edhe të dhunshme, dhe pastaj duhet Islami të rrudhet edhe dikush të kurrët dhe t'i vjen keq për veprimet e tyne, tu e mendua se Islami man përgjegjësinë për ata që ata e kanë bë. Mendoj që kjo nuk është e drejtë. Dhe kjo theksim ose kjo etiket në rastet caktuar ju vendoset vetëm muslimanëve. Sot në përbot ka individ edhe ka grupe të caktuar, të cilat vrasin edhe
ka raste edhe të freskëta, tash nuk po du më hi në detaje, kemi pas raste edhe dje, domethënë këto ditë, kur ka pas sulme, kur dikush për shembull ka marrë armën dhe ka vrarë njerëz të pafajshëm. Dhe në shoqëri trajtohet si një individ që ka bërë një krim, edhe çështja përfundon me kaq. Te Islami e kemi një problem tjetër, domethënë në çdo rast, edhe çdo sjellje po mundohen t'ia mbeshin Islamit, edhe sikur Islami edhe parimet e tij bartin përgjegjësi për veprimin e individit. Veprimet e individit nuk duhet t'ia atribuojmë Islamit në asnjë mënyrë. Pastaj vatrat e krizave, problemet e ndryshme në shoqëri që me vite të tëra jetojnë në luftë, edhe në skamje, edhe në mjerim, dhe shpesh herë ndodh që në mjetet e informimit të merren model shoqërit e tilla për të argumentuar se muslimanët e bojnë këto ose bojnë ata. Mendoj që nuk është reale. Do thotë në Islam ka shumë kulturë, shumë civilizim, shumë mirësi, shumë devotshmëri, shumë ndjenjë për jetën e njeriut, shumë dashuri për të, shumë argumente që mbjellin dinjitetin e njeriut, e rritin shpirtin e tij edhe e bëjnë të madh. Në ajetet e Kur'anit Allahu xhallahu shanuhu thotë se ai që e vret një njeri është sikur me vrarë gjithë njerëzin, ai që ngjall një njeri është sikur me ngjall mbar njerëzin, ai që vret një njeri është sikur me vrarë gjithë njerëzin, nga se njerëzit i trajton, domethënë tu e nis prej njanit, njerëzit i trajton si diçka që ka të drejtë ky me marrë jetën e tyre. Islami e trajton këtë çështje, domethënë çështjen e vdekjes ose e marrjes shpirtit që shtojmë ne në gjuhë popullore, e trajton edhe prej rastit ose prej situatave individuale, kur njeriu e din se shpirtin e ka dhënë Zoti, andaj nuk guxon të bën diçka që e merr shpirtin, tu fillu prej vetvetes, do të thotë e ka ndaluar me vetvrasjen. Me çfarë do mënyre qoftë me armë ose me varje, dhe kush bën një veprim të tillë, ai do ta shijojë të keqen e veprimit të vet në botën tjetër në mënyrë të vazhdueshme për me ndje barrën e rëndë të mëkatit që ai e ka bë. Po, me këtë mesazh profesor ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër, pra do të përmbyllim pjesën e parë, më pas do të rikthehemi për trajtuar edhe çështje të tjera. Shikues të nderuar, qëndroni, ne kthehemi pas pak. Të nderuar teleshikues, pas kësaj pauze rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën me profesorin e nderuar dhe po flasim për paqen. Profesor, motën e si vjetme të ditës paqes e kemi arsimim për arritje të paqes. Sa mendoni se arsimimi ndikon në kultivimin e paqes? Nuk di nëse e përfundova pjesën e parë ose atë që isha duke vazhduar para se neve ta bëjmë shkputjen në këtë pjesë të bisedës. Më pëlqej pra që e përmendet fjalën e Zotit, edhe për atë arsye dhe bëna si pjesë të parë, po do të vazhdojmë sigurisht nëse keni ndërtuar. Etja për t'i identifikuar edhe për t'i dhënë një kahje të caktuar me çështjeve, na bën të nevojshëm që neve edhe më gjatë të flasmi për këto dukuri të shumtume të ndryshme që ndodhin nëpër shoqëri, edhe e bën perëndimin, ndoshta dikush me qëllim e bën perëndimin, sidomos botën perëndimore, që të frigohet nga Islami, edhe Islamin ta njeh diçka si të dhunshme, si fe të dhunshme. Unë nuk po duhet të kthehem edhe them tash që kjo i ka bë kjo akuzë, se kjo propagandë i ka bë mirë Islamit, nga se shumë kush është detyruar të lexojë për Islamin ta njeh dhe pastaj e ka pranuar Islamin. Unë dua që ata që hyjnë në Islam të hyjnë prej gjanave të mira, prej gjanave që ju pëlqejnë, prej diçka që parimisht edhe në princip njeriu anon ka ajo. Do thotë unë du që në Islam dikush të hyjnë prej vlerave të Islamit, prej mirësive të Islamit, prej
mirësjelljes, bujarisë, sinqeritetit, edukatës mirë, sjelljes mirë e kështu me radhë. Por propaganda e ndryshme ka bërë që Islami ose njohja e Islamit të deformohet mas të madhe. Unë le perëndimin e eja këtu të ne në Kosovë, për shembull, më shumë folet për rrezikun nga Islami në mënyrë absolute, folet shumë për rrezikun nga Islami, për problemet që i prodhon Islami dhe mundohen çdo gjë që lidhet me Islamin, në shumicën e rasteve, ta lidhin me diçka që ka të bëjë me një ekstremitet caktuar. Kjo nuk është e sinqertë. Në një fe që ka parime të shumta, ajetet Kur'anit, fjalët e Zotit, të cilat e obligojnë paqen me njerëzit, sillen me njerëzit, mirësjelljen ndaj tyre. Nuk ka dikun në Kur'an, edhe në hadith, në burimet e Islamit, në principet e Islamit, bazë të tij. Nuk ka dikun që thot ai që nuk është musliman bën mos sjell keq me ta ose bën më kanë besprem ndaj tina e kështu me radhë. Do thot qoftë edhe çështje thjeshta të jetës. Ka qenë e njoftun, e din këta edhe punëtorët tonë që kanë punuar në botën e jashtëm, në Zvicër, në Gjermani, në Perëndim përgjithësi, e din se të gjithë muslimanët i njohin si besnik. Do të pa e ditë çfarë është, edhe kush është, kur i ka thonë se është musliman, ka thonë, ky është besnik. Do thotë tina duhet të zihet besë, edhe kemi nevojë të besojmë. Kemi raste të shumta edhe të ndryshme, të cilat njerëzit tanë janë pjesë e promovimit të vlerave të tilla, të cilat i njohin edhe Perëndimi. Andaj neve bota sot bën mirë që Perëndimin ta njoh me një Islam real, të cilin ka nevojë ta njoh, ta di, të afrohet me te, sidomos në kohën kur Perëndimi bashkëjeton me Islamin. Në Perëndim ka miliona musliman që janë pjesë aktive e shoqërisë, sot janë në politik, janë në shkencat të ndryshme, në akademi, janë pjesë edhe në fushën e sportit, pse jo, edhe në gjithë shoqërinë e Perëndimit kanë hyrë edhe muslimanët janë integruar. Andaj nuk ka nevojë modele të ndryshme të Afganistanit, pretendon dikush edhe të mundohet që ta njollos Islamin me veprimet e tyre. Ka ndodhur njëri në Afganistan ka bërë diçka dhe tash mule ku është një musliman më utut prej tina. Jo, atë islamofobin që dikush është të kshyrë me mjell nuk është e drejt në raport me Islamin. Patjetër duhet bëhet një njohje e duhur e principeve të Islamit, edhe bëhet një afrim i njerëzve me Islamin, jo Islami të njihet nëpërmes akteve të dhunës edhe propagandës ndryshme, ose t'ja bëjmë kërkojmë prej tjerëve që Islamin ose problemet të trajtojnë ashtu siç i trajtojnë në fe tjera. Ka ndodhur një rast, Zoti i largoft të raste, edhe shoqënisë jetofshin paqe gjithkohon, edhe sa më larg krimit edhe të keqes. Por nëse ndodh dikon, me thonë që e ka bëni individ. Jo nëse është musliman, atëherë është përgjegjës feja edhe principet e fesë tina. E nëse nuk është musliman, është një rast i izolum, që duhet me dënue, mirë po, jo më shku ma tanina. Do të thotë, problemet e natyrës së tillë mos i kualifikojnë ose vlerësojnë me standarde të ndryshme dhe dyfishta. Por, mund të jenë probleme personale, individuale, si produkt i natyrës të egërt njerëzit ose frustrimeve në momente të caktuara, ajo është e keqe e dhershme për shoqërinë. Dhe me përgjegjësi plot themi se Islami e ndalon dhunën. Allahu xhaleshanu në hadith kudsi thot: o njerëz, unë ja kam ndaluar dhunën vetvetes dhe e kam ndaluar dhunën në mes jush. Do thot kjo është principi bazë. Do thot ata që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ufshu selame
bejnekum, për hapën e paqen edhe virtytet, mirësitë edhe vlerat e paqes në mes juve, kjo është themel. Në anën tjetër, Allahu xhallashanuhu e ka ndaluar dhunën, vetë që ka ndaluar, vetë që ka bëu haram, edhe jau ka ndaluar njerëzve, ka thonë ja ibadi, o rob të mi, do thotë o rob të mi, ka fjalën për gjithë lloj njerëzor, raca të ndryshme, vende të ndryshme, shtësi të ndryshme, dallime të ndryshme, Allahu xhallashanuhu e ka ndaluar dhunën. Pastaj me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah i ka thënë ana ma'al madhlumi hatta yantasir. Unë jam në anën e atij që është bazullom, gjersa ai të fiton. Domethënë pa marr parasysh. Ulemaja kanë thënë këto, jo që unë pe them, nuk po duam ja përshtat Islamin ose parimet e Islamit askujt, po duam me sjell para tyre që na përcjellin atë vlerën e mirëfillt të Islamit. Ulemaja e Islamit përgjithësi thonë se Zoti xhallashanuhu është në anën e atij që i është bazullom, pa marr parasysh është musliman ose është jo musliman, është një feje tjetër, nga se është e drejtë e njeriu që të jetojë në paqë, edhe të mos ketë dhunë, edhe të mos ushtrohet dhunë ndaj tij. Po të kthehemi pyetjes më hershme, mendoni se arsimimi do të ndikojë në kultivimin e paqes? Po gjithsesi, arsimimi ndikon gjithsesi në kultivimin e paqes. Edhe mendoj se njeriu i cili rritet me një arsimim të mirëfillt, kultivon paqen edhe i ka themelet e shnosha që ai të rritet në paqe. Për këtë arsye, neve besimtarve ju afrojmë ligjërata të vazhdueshme në xhami, në neja të ndryshme, edhe në të pame, edhe në muhabete, edhe në tubime të ndryshme, neve ju afrojmë vazhdimisht edukatën e Islamit. Ky është misioni i jon, kjo është puna jon, kjo është përgjegjësia e jon, që njerëzve t'ju afrojmë një arsimim të duhur, një edukat të mirëfillt. Një besimtar i mirë është i mirë për shoqërinë, është i mirë për lagjen e vet, është i mirë për rrethin ku jeton. Neve tash po identifikojmë individin me ata që i jep Islami atij. Neve nuk mund tash të marrëmi në analizë raste të ndryshme, të cilat nuk i respektojnë vlerat e Islamit, edhe se thirren musliman, edhe tash themi ja ky është Islami, ja ky është muslimani. Ne po flasim për parimet dhe për principet e Islamit. Do thotë që ai që ka hajër, edhe familja, edhe rrethi, edhe shoqëria në përgjithësi. Andaj një arsimim i mirëfillt i individit mbi parimet bazë të Islamit kish prodhue një shoqëri, një individ të fillu prej tina, i cili kish me promovue paqen në gjithë shoqërinë, jo vetëm me njeriun, po edhe me botën tjetër, botën shtazore edhe botën bimore. Arsimimi pa edukim, po do të shtoni? Deshta shtoj, është e njoftën që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë dakhalet al-mar'atu an-nar fi hirra. Ajo gruaja, një grua e cila është informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e ka lidh macën, edhe nuk e ka qit vet, nuk e ka ushqyer vet, që ajo të haj. Në anën tjetër nuk e ka lënë të lirë që ajo të kërkoj ushqim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë dakhalet al-mar'atu an-nar fi hirra. Ka thënë ajo gruaja do të hyjë në xhenem, do të hyjë në xhenem. Do thotë patjetër ka më dënue për atë veprim që e ka bë ndaj macës. Nuk e ka ushqyer, pasi që e ka lidhur dashur të ushqen. Dhe nuk e ka lënë të lirë në anën tjetër, nëse e ka ushqyer dështë me lënë të lirë që ai të kërkon ushqimin. Tash, një fe, një islam që thotë se një grua për shkak të sjelljes ndaj një mace ka më dënue, Zoti xhallashanuhu ka më dënue me xhenem. Sa mëshirë kanë ta? Sa ajete
të Kur'anit, na flasim për mëshirën. Sa hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregojnë se neve do të jemi paqësor, edhe të mos e trembmi as zogun i cili është në folen e tina. Është mirë mendoj që ata që dojnë të jenë sinqert. Sa e bukur kishte qenë që në perëndim dhe shkak të respektit që ta kanë ndaj shtazëve, neve t'ju tregojmë rahmetin e Islamit ndaj shtazëve. Rastet ndryshme kemi të shumta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë paqësor me këtë botë që nuk din të mendoj. Parimet e ndryshme të Islamit, arsimimi edhe edukimi mbi bazën e tyne, na bën neve që të jemi paqësor me rrethin, individin, shoqërinë, botën bimore, botën shtazore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, halifet e tina që kanë ardhur pas tyne, kur kanë përcjell ekspeditat e ndryshme, i kanë porosit që të sillen mirë edhe me dronjët, të mos prejnë dronj, të mos i shkaktojnë të mirat e atij vendi, të mirat e popujve të ndryshëm, bukuritë e ndryshme natyrore, të mos i dëmtojnë ato. Do thotë fe që na obligon që të jemi në paqe me shoqërinë edhe rrethin edhe botën, përgjithësi botën që neve e shohmi. Po, për shkak të kohës ne do t'i bëjmë edhe disa pyetje, por do t'i trajtojmë shkurtimisht. Profesor, arsimimi pa edukim, a është i mangët, a ka vlerën e njëjtë, a përshon aq sa edhe e vlerëson njerëzit në për debate dhe diskutimet ndryshme? Mendoj që arsimimi pa edukim është bukur i zbrazd i thatë. Nga se neve, unë po flas për një mas të njerëzve që merren me edukimin e gjeneratave. Nuk është qëllimi që dikun t'ja mësojsh një mësim. Nëse je edukator, nëse je profesor, nëse je njeri që kije kontakt me gjeneratat e ndryshme që janë në fazën e arsimimit. Po është mirë të arsimohet, po është shumë e madhe të edukohet. Duhet ta them këta, Abdullah ibn Mubarak, një njeri shumë i madh i Islamit, edhe dietar, edhe i devotshëm, edhe muhaddith i madh dhe faqih edhe tjera, ka thënë edukatën kemi kalu një kohë të madhe për 20 vite, thot, derisa ne kemi marrë edukat mirëfillt. Ndërsa dijen, thot, i kemi mësue shumë shpejt. Mendoj që ajo bërthama e arsimimit është edukata e atij që ti e arsumon. Bërthama e arsimimit është edukata, do të ai thelbi i mbrëmshëm, ajo substanca, ai bari që ti duhet ta futsh në trupin e atij që e arsimon është edukata. Patjetër do të kemi për qëllim që të arrijmë deri te një edukat e mirëfillt. Nuk është për qëllim të më thojmë dikuna veç, thuj selamu alejkum. Jo. Pse themi selamu alejkum? Çka në kupton selami me selamu alejkum? Një prej emrave të Zotit është selam. Do të thonë, Zoti është paqë, edhe prej tij buron paqja. Çka në kupton kjo? Qëllimi është edukimi që synon arritjen e njeriut drejt përsosjes së sjelljes edhe edukatës së tina në mënyrë sistematike. Derisa i dërguar i fundit është dërguar si mëshirë për njerëzimin, a do thotë kjo se ai është dërguar paqe për njerëzimin? Po ai është dërguar paqe për njerëzimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për vete, ana rahmatul muhdat. Ka thënë, unë jam mëshira e dhurume. Pse mëshira e dhurume? Allahu xhalla shanuhu e ka dhuruar këtë njeri të njerëzit. Pejgamberllaku nuk e ka zgjedh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ka zgjedh, nuk e ka shpall ai veten pejgamber. Nuk janë parimet e Islamit ato që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka shpik. Në mënyrë absolute jo. Ka thonë, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, thuaju o Allahu ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuaju o Muhammed, thuaju njerëzve, ana basharun mithlukum, unë jam një njeri sikur ju, po çka?
juha i leje. Allahu Gjellëshanuhu më shpal mua. Më shpal mua dhe thot, më frëmzon, më mëson, më vjen shpalja, më vjen mësimi prej Zotit Gjellëshanuhu. Për këtë arsye, në shumë ajetet e Kur'anit, e gjejmë se Allahu Gjellëshanuhu urdhëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të jetë i qëndrueshëm, ta bëj këtë veprem ose ka bëj këtë veprem, ose ja jep këtë këshill edhe atjetrën në mënyrë që personaliteti i tina të përshtatet me misionin e tina. I thot për shembull walau kunta faddan ghalidha alqalbi lan faddu min hawlik. Po të ishte ti i vrazhd edhe i egër, thot njerëzit nuk do të vinin pas teje. Por Allahu Gjellëshanuhu ka deshë që të pregadit ty, të ka urdhënue, të ka mësue, të ka qitë në rrugën e drejtë të besimit, edhe besimtarët i ka obligue që të pasojnë ty. Allah e thëtë në Kur'an, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nuk kemi dërguar asgjë tjetër përveç mëshirë për mbar njerëzin. Allahu Gjellëshanuhu në kuptimin e paqes, të mos kaloj emisioni pa e thonë një ajet të Kur'anit, ku Allah Gjellëshanuhu thot, ja ejuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. O besimtar, do thot urdhën për besimtarin. Menjëherë është e njohur se menjëherë pas thirrjes ja ejuhalladhina amanu, o ju që keni besue, ka urdhër ose ndalim. Ose urdhër ose ndalim. Në këtë rast, Allahu Gjellëshanuhu thot, o ju që keni besue, udkhulu fi silmi kaffa. Hini në krejt paqen, në krejt islamin, ose të jeni paqësor në çdo aspekt, në çdo mënyrë, në çdo pore të jetës të jeni të mëshirshëm. Nëse nuk e zgjati të them, në kohën e Omer ibn Abdulazizit, i cili pushtetin e vetë, pushtetin se halife ka udhëheq për vitin 99 se halife deri në vitin 101 sipas hijretit. Lema ndaj njerëzve, por ajo mëshira që tash neve po flasim një formë e paqes, ka arrit deri në atë mas sa kanë dashur të sigurojnë edhe shtazët bardhëse. Për shembull, Khalifja Omer ibn Abdulazizi ka caktuar në pushtetin e tij edhe komisione të ndryshme, inspekcione të ndryshme, të cilat kanë pas për qëllim ose kanë qenë të ngarkuar me detyrë të kontrollës së shtazëve bardhëse gjatë rrugës. Dikush që ka ecë me shtazën bardhëse, sa veti kanë hyp, e kanë vlerësuar kjo shtazë, a mund mi bardh 2 veta apo s'mund mi bardh? Ose një po është barë e ranë, a mund as mund? Ose dikush që ka ngarkuar me barë në Samarës, në shalën e tina, e kanë pa që shtaza nuk është për atë barë të madhe. E kanë detyru që ta zbres, e kanë detyru që ta balancoj ngarkesën e vetë, në mënyrë që edhe bota shtazore t'jeton në paqë edhe në rahati. Pra paqja ishte përhapur pra çdo kund në kohën e pejgamberit alayhis salam, por edhe të muslimanëve më vonë. Profesor, shumë faleminderit që gjetët kohë të jeni me ne sot. Ju faleminderit, ishte kënaqësi që të jemi së bashku. Shikues të nderuar, ky ishte fundi i emisionit të sotëm Zëri i Arsyes. Biseduam me profesorin për paqen, shpresojmë të takohemi herëve të tjera me një temë të re. Deri atëherë, selam aleikum.